hetuar shpesh edhe atje domethënë me shumë pak sukses. Kush ka qenë atë kohë shikut Fatas Klusi, ja? Edhe këtu duhet të shpjegoj diçka. Në Shqipëri, shërbimi informativ nuk merret me aktivitete kriminale, po. Policisë, kriminale këto gjë. Aty merret policia dhe prokuroria. Ajo gjë që duhet thënë është ajo ngjarje vërtet ka ndodhur në Tiranë, por thelbi i sherrit ka qenë diku tjetër, nuk ka qenë në Shqipëri. Edhe qëllimi ka qenë raport me ato që ndodhte. Shiko, ka ndodhur në atë javë ka ndodhur 2-3 ngjarje shumë të rënda. Është vrarë Azem Hajdari. Është sulmuar kryeministria dhe është bërë një tentativë për grushtetje. Është vrarë Ahmet Krasniqi, gjitha këto gjëra kanë ndodhur në një javë 10 ditë. Dhe qëllimi ka qenë destabilizimi i Shqipërisë dhe fillimi i luftës civile në Shqipëri, që do të ishte edhe fundi definitiv i luftës Kosovës, edhe i Kosovës. Imagjino sikur në atë javë këto ngjarjet ishin përsëritur po me ngjarje tjera kriminale dhe Shqipëria kishte përfunduar në një luftë civile. Ktu ka qenë thelbi. Unë mendoj që ata që merren me këtë gjë duhet të analizojnë pjesën juridike të ngjarjeve, pra pjesën kriminale, hetimin e gjithë këto historitë e rëndësishme të kohës, por duhet shohin edhe kontekstin kur ka ndodhur ngjarja dhe se cili ka qenë qëllimi. Shpeshherë në për intervistat e mia, miku yt Alfred Sako e ka përmend shpeshherë që Izraelit i konvenon një mini Izrael Ballkan. Domethënë ka lidhur me faktin që të jetë Kosova dhe Shqipëria e bashkuar edhe çamëria. A beson në këtë hipotezë të tij? Shiko, Fredi bën mirë atë që bën. Është njëri i librave, është njëri i studimeve, është njëri i publikimeve. Kalon dhe në gjykimin tim kufijt në raport me ato që është realiteti dhe që Izraeli është në kontekstin që është dhe në vendin që është. Ne Ballkan na duhet një gjë tjetër. Ne na duhet një. Kur themi një mini Izrael në Ballkan, do të thonë themi një shqiptar me bashkuar në Ballkan. Shiko, mini Izrael në Ballkan do të thotë krijosh një fuqi ushtarake në Ballkan. Ne vetëm fuqi ushtarake në Ballkan që po don akoma të armatoset dhe të ketë luftë është Serbia. Ne tjerëve në Ballkan, pra mua jo se po shkoj 50 vjeç edhe domethënë gjysmën e jetës e kam kaluar, po sa vajzës të re në Ballkan i duhet punë, qetësi, ekonomi, televizë pa viza, zhvillohet këtë. Kjo duhet në Ballkan. Ne na duhet Ballkani të bëhet Evropë, jo Ballkani të bëhet Izrael apo të shihet në kontekstin. Tash unë e kuptoj që to janë gjëra që shesin shumë sepse njerëzit e ndjekin luftën e tjerë. Por unë nuk mendoj që ka ndonjëri në Izrael iden për t'u marrë me jo çambëria, jo janë kapituj të mbyllur. Ajo që është bërë në vitet 90 në Kosovë për shkak të një revolucioni politik të nisur nga Ibrahim Rugova i ndjerë dhe të përfunduar nga Ushtria e Çlirimtare e Kosovës nuk do të përsëritet më edhe sikur të rikthehen po të njëjtët aktorë në fushë. Ata që janë hak bashkë me gjithë shokët e tyre kanë një meritë të jashtëzakonshme në raport me atë që ka ndodhur në vitet 90 në kontekstin historik të faktit. Të tjerët unë i gjykoj si të pavënd edhe jo në kontekstin e dur. Xheza, jemi minutat e fundit për publikun të më të mbosh me tregu sonte si e ke qitë për herë por Muharrem Ahmetin s'kin. Mbretin e Tallavas, ta Shqipëri njohin si mbreti i Tallavas. Ai ka thonë për shumë intervista që ka qenë Xhezairi Lezi Xheza që më ka marrë mua kur kam qenë i ri, domethënë diku nëse s'gaboj 15-16 vjet, edhe më ka qitë në skenë për herë të parë. A është e vërtetë? Është e vërtetë, domethënë ka qenë moshën 11 vjeçare. 11 vjeçare. Po. Edhe kisha me shkuar në mëni mbrëmje atje në manastir, ka ohri. Po. Edhe të një shok pa ta shkuar si fillim edhe apo njeh tha këtë djalin. I shkon të hangon një sandviç kështu. Po. Nuk i prekshin komt në tokë. Po. Tha kënon ka pak edin. Edhe s'ma mor me bash është mirë. Shaç mirë. Edhe me sa të haje tha sandviçin tha tash tha janin. Thash okay. Amon nuk e prita unë hiç është. Edhe kur ja ka fillu me knue beso më ka habit krejt. Do me thonë qa që i vogël, talent i madh.
u tërqetha prej, do me thonë... Prej kohëve të ngryer. Po. Edhe meta pa tekst. Edhe i thash unë, thash sonde pe marrë, thash këta. Atje ku kishim me knu, na? Edhe thash, traves thash babën e vete, po kupton. Shku me vetëm babën e Muharremit, thash s'ka problem. Edhe murëm. Knova atje bona një farë atmosferi, po diu në sen. Edhe pithom, thash, spektator të nderuar, mysafir të nderuar, thash tani për juve do ta prezentoj një këngëtar, një simpatik, një voglush i vogël që edhe nuk peshofin ato, qaq i vogël ka qenë. E kum kap edhe kum hip në tavolinë, kështu, tona e parë më krejt. Kur ka fillu me knu, i ka befasu, i ka trenu publikun. Edhe prej, masi u krija jo mbrami, e ka lu më shumë mirë, edhe masanej, unë e ku marrë atje në Kumanov. Në Kumanov të na e ku marrë, do më thonë, me një shok temin, Ajet Ferizin, e përshëndes shumë. Po, ne e përshëndes, sigurisht. Edhe, do më thonë, ja ku bon kasetën atina CD-en. Komplet kong, 8 kong, se u pashin 8 kong atëherë, për me pas një album. Një album, po. Dhe ja ku bon 8 kong, edhe dhezi ajo kaset, shumë dhezi, shumë heci. Bojë. Me të vërtetë. Kemi qenë kohën e kasetave. Kohën e kasetave, po, para mendo. Në atë kohë ka qitë Muharrem Mametin, tash Muharrem Mameti është tëllë. Tash Muharremi ka ba emër, ka të madhë, ka marrë hoftë të madhë ajtë. Po. Jemi minutat e fundit e emisionit. Frontin, qka për fund? Ku mujnë më të po ty njerës, ku mujnë më të djekë? Në Instagram po me na emision tonë. Sociale, gjithkon. Instagram, Facebook. Na emision 3 tonë, na i diqka? 3 na i projekt? E di që për tiri shumë seriale shumë? Tu marë, po. Në fakt, më kam fëtu edhe disa seriale. Jem tu marë edhe me modelim, disa gjana, po ishene. Ama primare që e kam biznesin, salonin, që i ftoj krej qikat, kam të sidomos shqyqët e tua, me remin atë bezin atë me orë. Në shtapore si merë mu li folë? Nuk ju ku marë kur shoqë, që mi marë tash. Ku i kishë që emrin salonin falë? Frentinas Beauty, për ndryshe është në rrugën C. Në rrugën C? Po, në mërtem, që është edhe faqja Instagramit. Po ma e mira është që shërbime shumë i mirë, edhe i ka shmimet ma për toke, që shtojnë anase kretë sezonën e kom pa që jënë anku shumë që i kanë rritë shmimet frizerkat, kështë që ka në Prishtinë hala që e bojmë punën e mirë, po me shmime pak ma të lira. Unë kësha falendru shumë që keni gjithë kohë për sonte, Ilir Kulla special ka orë për i Tiranës, falimderit mos luheq. Falimderit.